Deputeti i Partisë Socialiste Erion Braçe ka kërkuar një sqarim nga Ministri e Shëndetësisë për një qendër shëndetësore në njësinë 5, e cila sipas socialistit Braçe prej 4 muajsh nuk funksionon. Braçe deklaroi në parlament se edhe pse jemi në pikun e periudhës së gripit, mijëra njerëz në atë njësi nuk marrin dot shërbimin shëndetësor në kohë dhe në kushte optimale. Braçe tha se kërkesën e ka bërë që në datën 19 janar dhe ende nuk ka marrë një përgjigje. Që në datën 19 kam paraqitur një kërkesë për një proces pyetje përgjigje këtu me Ministrin e Shëndetësisë edhe Mirëqenien Sociale. Natyrisht jam referuar një çështje të caktuar për cilën kam folur disa herë në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë, ajo që ka të bëjë për mos funksionimin e një qendre shëndetësore në njësinë numër 5 në zonën e Irfan Tominit, dhe mendoja që ishte momenti i dur për të marrë një përgjigje më në fund pas 3-4 muajsh. Nga ngritja e këtij shqetësimi apo krijimi i këtij shqetësimi në komunitet. Jemi në mes apo në pikë të themi më mirë të periudhës së gripit dhe natyrisht mijëra njerëz atje në atë njësi, edhe në atë zonë, nuk marrin dot shërbim shëndetësor në kohë. 5. Me shërbim shëndetësor të kufizuar për edhe njerëz atje më ta. Po përgjigje shumë qartë kur kthehet qendra shëndetësore në zonën e Irfan Tominit. Kjo është e para. E dyta, i referohet një tjetër procesi rregulluar me rregullore, kërkesat për marrje informacioni. Tani janë të dy instrument të kontrollit të qeverisjes. Ka institucione që nuk përgjigjen, ka institucione që ti i pyet për vezë të përgjigjen për bomba. Jo për vezë, s'të kthejnë përgjigje kur. Ai ka theksuar se ka ngelur gati 5 muaj me shërbim të kufizuar shëndetësor, kur kthehet qendra shëndetësore në rrugën Irfan Tominit.